Armando Broja nuk ka kaluar sezonin më të mirë të karrierës së tij në radhët e Evertonit pasi për shkak të dëmtimesh është aktivizuar me pikatore, por kërkesat për sulmuesin që do të largohet nga Chelsea nuk mungojnë. Britanikja The Sun bën të ditur se Broja është në radarët e klubeve shumë të njohur me 4 skuadra europiane të cilat kanë nisur bizetimet me sulmuesin e kombëtares shqiptare për të siguruar transferimin e tij në ver. Burimet i kanë treguar Sun Sportit se Milani dhe Ajaxi kanë qenë të dyja në kontakt para asaj që do të jetë një verë shumë e zënë me punë te Chelsea. Bisedime me holandezët e PSV-s dhe gjermanët të Leipzigut janë zhvilluar që më parë, shkruhet në portalin e tabloidit të njohur britanik. Sipas tij, Chelsea kërkon tashmë një shifër prej rreth 20 milion poundësh për sulmuesin shqiptar, i cili bëhet e ditur se ka insistuar që këtë verë transferimin e tij të jetë përfundimtar, pasi nuk dëshiron të jetë më vazhdimisht në huazim, ndonse ka kontratë me blut deri në vitin 2028.